Mr. Vienne Bonita, Mr. Rüştü, welcome to our paradise. Thank you very much for coming and with media, and you bring this media to take some make advertisements. So, and I am happy to be here with you and with Shar Travel, with Blue Travel. So we call it our hotels like a paradise. So, and we are so happy to make a collaboration with your agencies. So we will do very good business in this season and in this year. Thank you very much. Thank you from your side. Edhe një herë falenderit shumë resortit Bonita. Lejoni të falenderoj mediat për prezencën e tyre të madhe, të cilat kanë qenë gjithmonë krah Shar Travel, ku sot në ditën e verës po e nisim zyrtarisht sezonin këtu në Durrës, në resortin turistik gjigant Bonita. Në të njëjtën kohë ne po hapim edhe fushatën turistike Vera Threat, Shqipëria të mirëpret, ku së bashku me Shar Travel, agjencionin mbar shqiptar të udhëtimeve dhe paketave turistike, do të bëjmë më të mirën e mundur për shqiptarët e Kosovës. Në brigjet e Durrësit do të vazhdojmë promovimin dhe do të kemi përveç brigjet e Durrësit edhe destinacione tjera turistike për të promovuar, siç është Vlora, Saranda, Ksamili, gjithashtu Shëngjini, Velipoja e Ulqini, kudo ku flitet shqip dhe ku pushimet shqiptare janë më të mirë dhe ku realisht plazhet shqiptare janë bërë gjithnjë me të kërkuara. Shar Travel është gati për sezonën verore 2026, me oferta të shumta dhe me bashkëpunime me resortet gjigante turistike në gjithë bregdetin shqiptar. Dihet se me afrimin e festës së Bajramit, ne kemi dalë me ofertat promocionale, ekonomike, pikërisht në ditën e verës ku bëhet ndryshimi i madh, ku këto oferta përveç se janë oferta ekonomike janë edhe oferta speciale, të cilat mund të rezervohen me Shar Travel në të gjitha destinacionet turistike, po me theks të veçantë pikërisht në Bonita, ku për festën e Bajramit do të festojmë së bashku dhe ne jemi mësuar që të gjitha festat t'i kalojmë bashkë, qoftë Bajramin, qoftë Pashkët, qoftë festën e pavarësisë Kosovës, qoftë festën e flamurit kombëtar. Andaj edhe për këtë arsye ne kemi lancuar ofertën deri në 30% zbritje. Pra pikërisht janë 3 arsye që ne sot jemi në Durrës, përveç festës së Bajramit, përveç ditës së verës, ne në kuadër të 30 vjetorit që kemi në Shar Travel, sepse si vjetë është 30 vjetori punës tonë në fushën e turizmit, kemi lancuar një fushat tjetër deri në 30% zbritje për gjithë qytetarët e Kosovës, ku ky informim bëhet përmes mediave të nderuara këtu pikërisht në brigjet e Durrësit. Dihet se vitin e kaluar ne patëm një rritje të numrit të pushuesve në brigjet shqiptare, gjithandej Shqipërisë, kudo që flitet shqip, kudo që hahet shqip, kudo që dëgjohet muzikë shqip, dhe ne patëm rastin që vitin e kaluar të kemi mbi 80.000 turist gjatë gjithë vitit, dhe kjo është një shifër jashtëzakonisht e lartë. Po ne presim këtë vit që kjo shifër të gjashtëfishohet, pra të kalojmë shifrën prej 100.000 turistës që do të jetë realisht një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve të Kosovës të cilët gravitojnë apo kalojnë pushimet verore. Dihet që Shar Travel nuk ka pas për qëllim të ketë vetëm sezon turistike për 3 muaj, ne gjithmonë kemi bërë të pamundurën që të zgjasim sezonën turistike, pikërisht në këtë ditë të verës sot jemi këtu në Durrës, në resortin Bonita, për të treguar që ne gjatë gjithë vitit jemi tashmë në sezon turistike, ku kemi oferta të shumta. Përveç kësaj, është shumë rëndësishme në këtë 30 vjetor të thuhet dhe potencohet dhe të rikonfirmohet që këtë vit Shar Travel ka edhe një ofertë tjetër e cila për herë të parë është valide, themi, për resorte turistike kryesore në Shqipëri, që ka të bëjë me rezervimet e hershme apo early booking, siç njihet ndryshe në industrinë e turizmit. Pra, deri me datën 30 mars të gjithë qytetarët e Kosovës, por sidomos diaspora,
kanë mundësitë që të përfitojnë nga oferta dhe të marrin deri në 30% zbritje për sezonin e verës për muajin qershor, korrik, gusht, duke rezervuar që tani. Prandaj u bëjmë thirrje diasporës që rezervimet të bëjnë me kohë, mënyrë që të përfitojnë nga çmimet, mënyrë që të përfitojnë në dhomat deluxe dhe dhomat me pamje, sepse është e pamjen nga deti, sepse është e pamundur që në ditën e fundit apo në javën e fundit të planifikimit të pushimit për muajin korrik të kemi ofertë të lirë, apo të kemi dhomë deluxe, apo të kemi dhomë me pamje prej detit. Siç dihet, tashmë Shark Travel është një nga kompanitë më të mëdha e turizmit në Kosovë dhe bashkëpunon me resortet turistike gjigante në gjithë vijën bregdetare, nga veriu deri në jug, në bregdetin shqiptar. Prandaj i ftojmë të gjithë qytetarët që përmes këtij informacioni, përmes kësaj hapje të madhe turistike, të shfrytëzojnë këtë mundësi, të përfitojnë nga early booking, që ndihmojnë ata qoftë në aspektin financiar dhe qoftë në aspektin e sigurimit të dhomave me kohë. Edhe një herë, më lejoni t'ju falenderoj për punën e juaj të madhe dhe ne do të vazhdojmë gjatë gjithë vitit me surprizat e ndryshme, do të kemi aktivitete të tjera prapë këtu në gigantin turistik Bonita, për të vazhduar në brigjet e Durrësit dhe me hotelet e tjera, gjithmonë duke qenë pranë qytetarëve, gjithmonë duke ofruar më të mirën e mundshme për shqiptarët e Kosovës, që ata mos të marrin rrugë, qoftë në Turqi, qoftë në Greqi apo vende tjera, por të vazhdojnë t'i besojnë Shark Travel, një agjenci turistike, një tur operator i cili ka për rreth vete mbi 200 agjenci turistike, të cilat janë të shpërndame në të gjithë Kosovën, duke u mundësuar çdo qytetari nga Joniku në Kaçanik dhe nga Kamenica në Dragash, gjithandej Kosovës, për të ofruar më të mirën e mundshme për qytetarët e Kosovës në aspektin turistik. Hotelet Bonita, klasik edhe luxury, hotel që neve kemi aktiv, ka një bashkëpunim afatgjatë me Shark Travel. Afatgjatë dhe të suksesshëm deri më sot. Dhe shpresojmë dhe mendojmë që do jetë akoma më mirë në vazhdim, ashtu sikurse edhe zotëri Rushdiu e theksoi që janë dhomat me garancinë të marra të këtë në marrëveshje. Po. Neve kemi vite që bashkëpunojmë dhe njihemi po ashtu me zotrin. Harta e vizitorëve në hotelet tona ndër vite është zgjeruar. Përveç se Kosovës është shtrirë dhe në gjithë Europën, vizitorët tek neve janë shtrirë gjithandej. Dhe kemi akses pothuajse gjatë gjithë vitit, jo vetëm sezonal. Por këtë do ta theksoj, bërthama e këtyre vizitorëve tanë është Kosova, Dardania do të thoja. Kjo është edhe lokomotiva bashkë me Shark Travel që e kanë udhëhequr dhe kanë mundësuar bashkë me hotelet tona për të qenë të suksesshëm. Hotelet tona kanë kapacitete shumë të mëdha, klasik që shkon deri në rreth 1000 shtretër dhe Bonita Luxury që shkon në rreth 1200 në kapacitetet akomoduese me shërbimet all inclusive, a la carte, bregun e detit, domthonë kemi akses direkt në Bregdet. Këto janë facilitete që neve i kemi dhe kanë funksionuar shumë mirë. Sti diçka çfarë mund të Faleminderit shumë. Yes, I want to add something thank you Reza for your words. So the Bonita has professional team. Yes. Very important. Yes, and also the waiters, the cleaning is the first place, and we brought the kitchen chef from Turkey. Yeah. So, and this year we will serve the Turkish meals and some traditional foods and some the nights, some international kitchen products will be in the open buffet. So Bonita is open 12 months. We don't close our hotels in the winter season or the other place.
So we will invite to the guests to see our beauties and pools, our facilities, activities, beach, and to see our professionality. And with you, thank you very much again for your coming, and I want to thank you to media team and marketing team to be here. We are using the products 100% halal. We don't use any wine, any alcohol to prepare our foods and our meals. And also we don't use any pork and any other meats. And that's why, and I invite the guests, the Muslim guests, to visit us to test our delicious food and traditional foods. So, and they will test from them in relaxed mode, you know, the 100% is halal food. Do shtojmë diçka. Po e them me batut, tek neve produkte që janë jo halal janë non grata. Nuk lejohen të hyjnë. Kështu që kjo është 100% e sigurt. Dhe ajo çfarë do thoja nga ana ime të paktën për ta mbyllur është realisht në gjithë këto vite eksperiencë të hoteleve Bonita, unë po them, neve nuk jemi thjesht një hotel. Realisht jemi destinacion. Dhe çfarë do të sugjeroja kompanisë Shar Travel, kjo është sugjerim nga ana jon, i duhet që shtetasit e Kosovës përveç se pasaportën e shtetit të Kosovës kanë dhe një pasaport Shar Travel. Faleminderit shumë, faleminderit zot.